Ka vetëm 4 vjet që është krijuar si strukturë në drejtorinë e policisë së Tiranës, por tashmë njësia e operacioneve speciale mund të konsiderohet si rivali e forcave speciale Renea në goditjet ndaj bandave kriminale dhe narkotrafikantëve. Në 9 muajt e parë të vitit 2011, vetëm për persona në kërkim, kjo skuadër ka arritur me 35% forcën goditëse në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë këtij viti janë kapur 312 persona në kërkim. Konstatohet një rritje e performancës së punës në drejtim të kapjes së personave në kërkim, ku për periudhën janar-tetor 2011 kemi 76 persona në kërkim, më shumë se sa për periudhën janar-tetor të vitit 2010. Shefi njësisë Mara nuk e fshet satisfaksionin nga impakti që kanë të qytetarët operacionet e njësisë speciale për kapjen e personave që cënojnë rendin dhe qetësinë. Ka një ndjenjë mirënjohje për strukturat e policisë. Kjo e shprehur nëpërmjet letrave, emaileve, telefonatave falënderuese, e cila sjell motivimin për të bërë një punë më me vendosmëri. E rëndësishme konsiderohet puna ndaj kësaj strukture, edhe për të kërkuarit e drejtësisë që fshihen jashtë Shqipërisë. Si rezultat i këtyre informacioneve, i punës së mirë organizuar, në bashkëpunim me Zyrën Qendrore Kombëtare Interpol Tirana, është bërë mundur arrestimi dhe ekstradimi shtetasit Gzim Alitaj, i dënuar për krimin e vrasjes me burgim të përjetshëm. Kemi shtetasin Lauran Sankollari, i dënuar me 25 vite burg për krimin e vrasjes. Kemi shtetasin Arsim Lita, i dënuar me 25 vite burg për krimin e vrasjes. Unë ju siguroj që aktualisht strukturat e Drejtorisë Policisë së Qarkut Tiranë, në ndërtimin e drejtuesve të saj, janë duke vlerësuar dhe analizuar çdo informacion që ka të bëjë me vendodhjen e personave në kërkim, si dhe po organizohet puna për kapjen e tyre. Njësia e operacioneve speciale është konsoliduar si një skuadër e rëndësishme në mbështetje për skuadrat e antidrogës, antikorrupsionit dhe krimeve të rënda në realizimin e suksesshëm të një serie operacionesh. Mund t'ju përmend juve disa nga operacionet më të suksesshme që ka kryer Policia e Tiranës për kapjen e personave në kërkim, siç është operacioni Poliklinika për kapjen e një personi shumë të kërkuar, i dënuar me 17 vite burg për krimin e vrasjes, operacioni Almak, i organizuar nga Policia e Tiranës për kapjen e një personi shumë të kërkuar për krimin e vrasjes, i dënuar me 12 vite burg, operacioni Linza për kapjen e një personi tjetër shumë të kërkuar për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike, i dënuar 11 vite burg. Kemi së fundi operacionin X Club për kapjen e një personi tjetër shumë të kërkuar, i dënuar për krimin e vrasjes me 15 vite burg. Nuk kanë munguar certifikatat e mirënjohjes dhe forma të tjera shpërblimesh për këtë strukturë të re, por që ka bërë një emër të frikshëm për elementët kriminal.